Për ne, kushtetuta, ligji dhe aktet tjera nënligjore që rregullojnë një sferë të caktuar, duhen të jenë konditat tona të punës dhe ai që nuk i bindet ligjit, nuk i bindet Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ai nuk ja do të mirën Kosovës, qytetarëve të saj, të ardhmës saj, pavarësisht edhe nëse mund të ketë iluzion që duke bërë një veprim të tillë, mund të bëjë veprim patriotik, mund t'ja dojë të mirën vendit dhe të ardhmës tij, për arsye se neve nuk na duhen institucione, nuk na duhen mekanizma që sipas tekeu të tyre e shkelin ligjin apo edhe të tjerë, që për shkak të linçimit të mundshëm nga opinioni publik vendosin të bëjnë sehir në momentet kur duhet ta zbatojnë ligjin. Në vendimmarrjen për të mos u votuar lista serbe, është shkel ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Një parti politike e regjistruar që ka garuar para 3 muajve në zgjedhje, që po flas të them 3 muaj për shkak se ju ka nënshtru krejt kësaj procedure dhe në fund PZAP dhe Gjykata Supreme e kanë dhënë verdiktin e saj dhe për te kësaj krejt këtë zhurmë që e kemi pasur apo shqetësim të ngritur nga miq të ndërkombëtar, këta na e përsëritin të njëjtën lojë dhe a di si duken. Duken sikur fëmia e marr kur luajnë futboll dhe thonë është topi im. Ose doja fillojmë lojën nga fillimi, të mos i numërojmë golat, ose ne e marrim topin dhe shkojmë tek shtëpia. Ne jemi rritë si shoqëni, jemi pjekë si shoqëni, që lista serbe dhe njerëz të saj kanë bërë veprime kriminale, kjo dihet, mirë po kjo është një instancë tjetër që duhet ta determinoj, për arsye se bota dhe veçmas Evropa ka vendosur standarde ku për shkak të disa individëve nuk mund të sankcionosh një komunitet apo një subjekt politik. Kjo nuk e bën parti politike normale listën serbe, mirë po duke shkel ligjin, ne sillemi me keq se sa lista serbe në sytë e krejt atyne që na kanë imu ne mu bo shtet edhe shoqënie mirëfillt, kur para 26 vite o me shumë ne kemi qenë të rrezikuar për zhdukje. Mirë. Uci, ju si e shihni, është veprim racional, siç thash në përputhje me atë çfarë kanë bërë krerët e listës, apo është vendim? Mua më duk lojë fëmirore, për të qenë sinqert, do të thotë, sepse edhe ata që e shtyn atë çështje në atë formë e dinë shumë mirë që nuk do të kalojë. Sepse nuk është arbitraritet politik, është voluntarizëm politik. Dhe shteti nuk ndërtohet mbi arbitraritet dhe voluntarizëm. Edhe mundet, por pastaj e pson. Dhe ne morëm goditje për ato veprime. Goditja më e fuqishme, mendoj, ishte nga ambasada Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është njësoj si tjetër reagimi i State Departamentit. Nuk ka kurrë dallimi. Ambasada është deg e State Departamentit. Nëse vazhdohet me këtë reagimi i State Departament i ambasadës do të kaloj edhe të State Departamentit. Do të thotë, formulimi ishte ky: veprimet të tilla dëmtojnë stabilitetin e Kosovës dhe interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është hera e parë që nga Washingtoni, ambasada do të thotë këtu, por ky qëndrimi i Washingtonit zyrtar për herë të parë përmend prekjen dëmtimin e interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë besoj që udhëheqja jonë do ta kuptoj që kjo është shumë serioze. Është shumë serioze sepse kjo nesër kalon, nëse nuk bëhet korrigjimi shpejt, reagimi shpejt, ky qëndrim do të artikulohet nga State Departamenti. Kjo nuk është mirë për Kosovën. Jo që s'është mirë, por është e rrezikshme për Kosovën. Kur vjen edhe për koincidencë ndodhi në ditën kur në Kongresin Amerikan debatohej, diskutohej mënyra më e mirë e mbështetjes për Kosovën. Ishte dëshmia për cila është rruga më e mirë që të ndihmohet Kosova, dhe u tha shumë qartë, një shumë transparente, pa dorza, që ajo është antarësimi i Kosovës në NATO, dhe pikërisht atë ditë Kosova bën autogol diplomatik dhe politik. Unë mendoj, uroj që kjo të korrigjohet, dhe më vjen keq që kjo është krizë artificiale, do të thotë. Kjo është e sajuar, është e kurdisë. Do ta diskutojmë, ndoshta qëllimin pse është krijuar kjo krizë, meqenëse se jemi në prag të një palë zgjedhjeve tjera dhe mund të jetë me qëllim që të ketë efekt në elektorat,
Kur t'javja fjallën për fillim, tash e kemi edhe Besën këtu, Besa mirë se erdhe. Po t'lo me pushu pak të risa edhe Agimi ta ketë fjallën e ti, si e sheni ju mos certifikimin fillimisht, dhe pastaj dhe t'lasim edhe për Agimët, edhe këtë përplasjen online të një komuniteti gjerë njerëzve që frekuentojnë sferën online të komunikimit publik. Është shumë dëshpëru se më ju thanë drejten se një ashtë të qytën që kemi përmen disa herë, loj fëmijë pa kufi ka ndodhë ka herë në politikën kosovare dhe që si njerës të dejon që mas i dejon fillojnë një kangë zdijën fund përfundojnë me grushta. Po është tepër infantile që kjo politikë tash po zgjatë për interesat ngushta përfitimi me një kohë si që thamë i lezimi shumë turbullt, shumë tensionume, derisa gazetat shkruajnë se lufta po i ka përcen kufijt e ish bashkimit sovjetik. Lufta mes Ukrajines edhe Rusis ka ndodhur realisht si projekt Rus i Putinit për ta rikthy bashkimin e madh sovjetik fazën e parë dhe në fazën e dytë, për ta shtyje për te kufive panslavist, realisht ato ëndrat e vjetra të Ivanit Mërshëm që Rusia e madhe dalë në ujnat e ngrohta përmes Ballkanit Perëndimor. Me fjalë tjera, ne kemi qenë me një farë rendit luftës, momentin kur ka eskaluar lufta në Ukrainë dhe është dashur të hapet një front tjetër paralel për ta shpërqendruar vëmendjen. Na kanë shpëtu aleat para zgjita Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Anglezët, që zoti Trump e ka përmend 2-3 raste, e ka përmend më në fund edhe kryeministrin detyrë zoti Kurti, që së ditë në farë situate serioze ka qenë Kosova, e kështu me radhë, por për faktorin, do me thonë, nuk është shtri këtu ku ka qenë e tempume dhe mas afërti, po është sa ju e një vatër tjetër e krizës në lindjen e mesme, dhe Rusia i ka detyru ata Palestinës të shkretë që ta hapin një luftë që të vrasin disa civil, dhe të shpërqendrohet lufta andej, sepse është ditë që në krah të Izraelit, Amerika detyrimisht do të pozicionohet atje me diplomaci dhe me fuqin ushtarake, sepse do të involvohen edhe shtete tjera, si që involvu Irani. Tashti, atje ju dha një leksion, fatkesisht në korrez të populatës civile palestineze,